parashkimit të ligjit. Zjarri i sotëm dhe dhuna barbare e ushtruar mbi pronën e përbashkët, e mbi investimin e kryer mbas ligjit, si dhe goditja e policisë së shtetit për të penguar dhunshëm të zbatimin e ligjit në vendosjen e pagesës në aksin e rrugës Kombit, janë krime të rënda. Ju siguroj se këto krime do të ndëshkohen. Një nga premtimet e forta të Berishës është ai heqjes së traut të rrugës së Kombit dhe autostradës Tuman-Kashar. Ndër të tjera ai u shpreh: Partia Demokratike garanton qytetarët se me ardhen e saj në pushtet çdo taks nga Vermoshi në Kondispol do të hiqet dhe nuk do të ekzistojë për asnjërin nga rrugët, autostradat e ndërtuara në Shqipëri. Akti parë i Ramës ishte se 20.000 familje të Kukësit u hoqën nga skema e ndihmës sociale si ndëshkim vetëm përse nuk keni votuar Partinë Socialiste. Ndihma ekonomike ishte merituar dhe jo abuzive. Sot Shqipëria ka qindra kilometra autostrad, por tra keni vetëm ju. Kur ne ngritëm punën e traut, na thanë se keni marrë boll Kukësi, por kjo rrugë i jep Shqipërisë në vit rreth 400 milion euro fitim vetëm nga Kosova. Kjo rrugë ka nxjerrë veten që nga ndërtimi i saj deri më sot të paktën 2 herë u shpreh ndërtira Sali Berisha. Kjo është rruga që ka rikthyer më shumë fitime se rrugët e tjera, kurse ky e mban traun. Trau do të hiqet që në javën e parë në aktin e parë të qeverisjes demokratike.